Ajo që ka ndodhur dhe që ju e dini, por duhet shpjeguar mirë me gjithë njerëzit, është që është përputhur janë përputhur yjet tona dhe yjet e tyre janë përputhur bashk. Ata duan me çdo kusht që të zgjerojnë Bashkimin Evropian dhe mundësia për të bërë një hap të ri zgjerimi është të përfshihet në BE Shqipëria dhe Malizi. Kjo për arsye gjeopolitike patjetër, por në kushtet e sotme për ne futja në BE bëhet edhe i çështje pa egzagerim ekzistenciale e sigurisë dhe e mbrojtjes së Shqipërisë, në ndërkohë që raportet e tjera, siç e shikoni, po lëvizin dhe po ndryshojnë mes vendeve të tjera. Tani ka shumë njerëz që thonë, ky është muhabet kot, se doni të merrni mandatin tjetër edhe krijoni këto lloj alibish, po ndërkohë po t'ishte se ishit zot do e kishit fut Shqipërinë në BE, se keni pas 12 vjet kohë, da. Dhe ju duhet thënë që Malizi i ka hapur negociatat në 2012. Ne i kemi hapur negociatat zyrtarisht dhe jemi ulur në tryezë për të filluar bisedimet konkrete vetëm vjet. Mbasi bëm një vit procesin e screening, të diagnostifikimit të gjithë organizmit të shtetit shqiptar për të gjitha problematikat, kemi filluar vetëm vjet. Malizi ka filluar në 2012 negociatat. Dhe sot ne jemi krah për krah me Malin e Zi, dy vendet që ata i shohin si më të mundshmet për të futur në Bashkimin Evropian. Serbia i ka filluar negociatat në 2014. Dhe sot Serbia është mbrapa nesh. Kur ne kemi marrë detyrën, ishim brima e fundit e kavallit, as nuk na llogariste njeri se mund të ishim afër një momenti si ky. Maqedonia është bërë kandidate për të hyrë në Bashkimin Evropian në 2005 dhe akoma nuk i ka hap negociatat. Pra, këto të dhëna janë për të treguar njerëzve që kjo nuk është i çështje muhabeti kafeneja që mund të trajtohet si një nga ato muhabetet ordinere që jo ky, jo ai, jo këta, jo ata, jo. Kjo është një çështje shumë komplekse dhe ne jemi shumë krenar, dhe unë jam jashtëzakonisht krenar që sot ne jo vetëm që jemi në pararoj, BE-ja ka një terminologji për këtë, front runners, pra vendet në pararoj, ata që vrapojnë më përpara. Ne jo vetëm jemi një nga dy vendet në pararoj të zgjerimit të arshëm të BE-s, por na është pranuar dhe kemi dakordsuar me Komisionin Evropian që të gjitha negociatat t'i mbyllim brenda 2027. Që do t'jetë një rekord shumë i hatashëm në gjithë procesit integrimit dhe përsëris që mos kemi asnjë keq kuptim, jo thjesht për meritën tonë, merita jonë është që jemi gjendur në vendin e duhur, në kohën e duhur të përgatitur. Dhe unë këtë e kam thënë gjithmonë, mbase mund t'i kujtohen me siguri Klodi dhe Milve si kujtohet, e kam thënë gjithmonë, ne duhet jemi të përgatitur kur të vijë momenti që ata t'jenë disponueshëm. Për sa kohë ata do jenë disponueshëm, ne duhet bëjmë punën tonë, sepse në fund të ditës këtu nuk është çështja që ne do marrim Shqipërinë ta çojmë në Bruksel, këtu është çështja që të gjitha këto reforma do ndihmojnë që të ndërtohet shteti këtu, se në fundit procesi i integrimit është një proces shtet ndërtimi. Dhe
Për këtë arsye, pra për arsye se ata tani janë gati që ta hedhin të hap, është krijuar kjo mundësi. Mund të kishte ndodhur se i bie 3 vjet, nga vjet deri në 2027 i bie 3 vjet. Mund të kishte ndodhur që gjithë kjo të zhvillohej brenda një mandati dhe mos kishte zgjedhje në mes. Edhe kishte qenë shumë e thjeshtë. Ka qelluar që janë futur zgjedhjet në mes, 11 maj. Dhe 11 maj për këtë arsye është bërë jashtëzakonisht i rëndësishëm përtej rëndësisë që ka çdo zgjedhje. Është bërë jashtëzakonisht i rëndësishëm përtej gjithë problemeve që mund të ketë komuniteti këtu dhe përtej gjithë nevoja që mund të ketë çdo komunitet, sepse 11 maj do të luajë një rol kyç në shpejtësinë me të cilën do të zhvillohen negociatat. Por ama nga ana tjetër, shpejtësia me të cilën zhvillohen negociatat është shumë e rëndësishme për të mos e humbur të mundësi, se ne nuk e dimë se çfarë ndodh nesër. Siç ndryshoi qasja e Bashkimit Evropian pozitivisht, mbas nuk e di sa vitesh që ishin gjithmonë të ngurë, të tërhequr, që nuk donin zgjerimet e tjera, mund të ndryshojë prapë, se ne nuk e dimë si zhvillohen konjunkturat e tjera, çfarë ndodh me impaktin që do ketë pushimi i luftës në Ukrainë, çfarë ndodh me të tjera gjëra shumë të mëdha dhe ata mund të kthehen prapë tek business as usual edhe të fillojnë prapë nga e para atë historinë që po mirë po do ta shohim. Në këtë harë kohor dera është e hapur. Dhe ne duhet të shpejtojmë që të futemi brenda para se të mbyllet prapë. Kjo do të thotë që negociatat, të cilat janë një punë shumë intensive, qindra mira, jo qindra dhe mira, po qindra mira faqe detyra, punë, ligje që duhen transportuar, duhen miratuar nga parlamenti, vendime qeverie, rregulla, është një punë kolosale me të cilën merren 1000 veta, pak a shumë 1000 vet, tani që ne flasim këtu 1000 vet në përzyra merren me këtë punë në 40 grupe afërsisht që janë të ndarë sipas gjithë fushave që mbulon organizimi i shtetit. Kërkojnë që asnjë minutë mos u mbasi se koha është shumë e shkurtër. 2027 është shumë afër. Këto procese të tjerët i kanë bërë Kroacia, që ka shkëlqyer me procesin e negociatave, ka marrë 7-8 vjet a 9 fare për të hyrë në Bashkimin Evropian. Ne kemi 3 vjet, që do të thotë që duhet bëjmë një punë natë ditë siç po e bëjmë në anën e punës me ta. Çdo javë, se kjo është diçka që shpjegon shumë. Çdo javë, çdo të hënë, 2 ministret tona të këtij procesi, ministrat e shtetit, krye negociatorja dhe zëvendës krye negociatorja, ulen përballë atyre të BE-s edhe japin llogari, çfarë keni bërë, jo vitin e kaluar, po çfarë keni bërë javën e kaluar. Çdo javë. Për këtë. Tani, nga ana tjetër, ne e kemi vendosur fokusin e zgjedhjeve dhe të fushatës këtu, sepse është shumë e rëndësishme që të marrim nga populli shqiptar jo thjesht një mbështetje për Partinë Socialiste, po një mbështetje për futjen në Bashkimin Evropian dhe që ata atje ta lexojnë shumë qartë çfarë ndodh me zgjedhjet tu, sepse patjetër që ata i ndjekin të gjitha proceset në çdo vend dhe patjetër që ndjekin dhe procesin politik, pavarësisht se ata nuk shprehen asnjëherë për këtë pjesë dhe ata e dinë shumë mirë që çfarë po themi ne e çfarë thon tjerët. Edhe e dinë shumë mirë se kush dhe si mund ta kryejë këtë proces dhe në momentin që vota 11 majit thot shumë qartë dhe shumë fuqishëm që vazhdojmë. Nuk kemi asnjë minutë tash që të rrim të rolisemi jo ky, jo ai, jo hidhe votën këtej, hidhe votën andej, po e fokusojmë votën këtu, pavarësisht se jemi me këtë parti. Kjo parti është sot siç ishte PD-ja në 92-shin.
është në vendin e dur dhe në kohën e dur forca e vetme që mund ta çojë përpara këtë proces. Pavarësisht se mund të rish kur e shef shumë vetvete mund të ketë 1000 gjëra që mund të thosh jo po se shiko se nuk më pëlqen se do ta çoj një parti tjetër. Kjo parti është në vendin e dur dhe në kohën e dur dhe nuk lëviz dot kjo që të futet një tjetër në të gjitha rastet. Ama ka shumë rëndësi se a shprehet vullneti i popullit me të gjithë forcën e vet dhe pastaj ne marrim edhe një mandat shumë të fuqishëm politik nga populli për t'i thënë atyre shifeni këtu se çfarë kërkojnë shqiptarët. Apo krijohet një lëkundje. Një lëkundje në perceptimin e tyre është shumë negative. Plus kësaj, një lëkundje na prish gjithë ritmin e negociatave. Qëllimi jon dhe urimi dhe shpresa ime është që në 12 maj ne do bëjmë numërimin e votave, në 13 maj ne do bëjmë numërimin e votave, ndërkohë që ata që punojnë me negociatat nuk do të kenë asnjë lloj shqetësimi dhe asnjë lloj lëkundje që këtu ka ndodhur ndonjë gjë. Thjesht do të jetë çështja sa i thellë do të jetë rezultati, jo që kush fitoi. Tani ka njerëz shumë që thonë po ç'na duhet ne BE-ja se ne i kemi të gjitha të mirat. Kjo është një idiotësi shumë e madhe, sepse për vetë faktin që ne jemi të vegjël dhe për vetë historinë tonë që na ka treguar dhe na ka mësuar shumë, BE-ja për ne është një çështje jetike, sepse vetëm duke u bërë pjesë e BE-s ne si popull do të shpëtojmë nga kurthi i vazhdueshëm i historisë dhe nga hijet që na ndjekin nga mbrapa të historisë tonë, që na ndjekin nga mbrapa për të na kthyer mbrapa. Dhe vetëm duke futur në BE, ne do garantojmë disa gjëra shumë bazike që ne nuk i kemi të garantuara për sa kohë do të mbeten çështje e kush qeveris këtu. Që nga liria individuale, që duke futur në BE bëhet e pakërcënueshme këtu, për askënd, tek barazia para ligjit që është gjëja më e rëndësishme dhe gjëja më e parë që ndan një vend realisht demokratik nga një vend quasi demokratik, dhe që mund të garantohet përfundimisht vetëm duke hyrë në Bashkimin Evropian. Dhe mjafton të shohësh sot se në çfarë situate ndodhet çështja e barazisë para ligjit. Ne jemi për reformën drejtësi, ne jemi për të mbështetur luftën kundër korrupsionit përmes institucioneve të reja të drejtësisë, pavarësisht gjithë problematikave dhe pavarësisht lajthitjeve her pas hershme të atyre institucioneve, por ne e kemi të ndarë këtë punë që ja kemi dhënë se e ka marrë këtu këtë se e marrë gjithmonë këtë, ja ku është zonja e drejtësisë këtu, dhe këtë shpatën që den babaden në histori e ka pas drejtësia, në Shqipëri që nga 1912 e ka pas qeveria. Me atë shpatë, qeverit në Shqipëri, në Daç mbretëri, në Daç komunizëm, Daç demokratur që ishte dhe e ka lënë pushtetin gjyqësor të çarmatosur dhe ne i dorëzuam shpatën drejtësi. I dorëzuam shpatën duke marrë përsipër edhe të gjitha kostot, sepse në momentin që shpata që ishte në duart tona e trashëguar den babaden
dekad pas dekade, pavarësisht ndryshimit të sistemeve, iku nga duart tona, ne çarmatosëm veten dhe armatosëm një pushtet tjetër, i cili me atë shpatë patjetër që e ka për detyrë, e ka jo vetëm për të drejtë, po edhe ka dhe për detyrë që të godasi kur shef edhe tek ne që ngren kokën tumore të korrupsionit. Tani, pse BE-ja është shumë e rëndësishme në këtë mes? Sepse nëse kjo punë mbetet sot, edhe çfarë do pala tjetër sot, që thot ne sa të marrim votën do ja marrim shpatën mbrapsh drejtësisë, dhe gjë e parë që do bëjmë atë shpatë do presim kokën e Altin Dumanit, atëherë asnjëherë shqiptarët nuk do kenë garancinë që barazia para ligjit është jashtë diskutimeve politike. Në momentin që ne hyjmë BE, nuk ka më fuqi askush këtu që të bëj lëvizje të tilla, se nuk të lë ajo familje. Prandaj vota në 11 maj për Partinë Socialiste nuk është në fakt vot për Partinë Socialiste. Për Partinë Socialiste patjetër do votojnë socialistët, do votojnë mbështetësit tanë, simpatizantët tanë, po tek kutia e Partisë Socialiste aty duhet të votojnë edhe të gjithë demokratët dhe të gjithë çfarë janë në mes, që duan që barazia para ligjit të mos jetë më nduart e partive për ta vënë diskutim, po të jetë e padiskutueshme. Dhe pse tek Partia Socialiste? Sepse ne sot forca që do fusi Shqipërinë në Bashkimin Evropian, dhe praktikisht nuk është se do të na e lënë ne këtë besim, se dhe ne, edhe Partia Socialiste, nëse Shqipëria nuk është Bashkimi Evropian, në proces, në vite, mund të ndryshojë qasje. Mund të qohë dikush tjetër një ditë, thotë po lejmë se tani zdorim çdo ditë të durojmë se çfarë bën prokuroria e çfarë bën gjykata, bjerë shpatën mbrapsht këtu dhe të japin fund të muhabeti. Ky është thelbi i 11 majit. Por 11 maj ka edhe komponentin e interesit. Interesit personal. Nuk ka pas ndonjëherë në një votim në Shqipëri, përveç atyre thash të 92-shit, nuk ka pas ndonjë votim tjetër që vota të ketë impakt të drejtë për drejtë tek çdo person direkt. Nëse këta këtu votojnë për Anin, se thonë me votën për Anin do na rregullohet ajo rrugica atje, pra do përfitojmë diçka. Tek vota e 11 majit, çdo shqiptar që është në Durrës, në çdo qytet të Shqipërisë, në çdo fshat të Shqipërisë, në çdo qytet dhe fshat të botës, voton dhe merr mbrapsh diçka konkrete që është pasaporta e Bashkimit Evropian. Ka disa që thonë ç'na duhet ne pasaporta e BE-s, sepse nuk kuptojnë ndoshta dhe nuk janë të informuar se çfarë është pasaporta e BE-s, e cila në fakt si me magji sa hapen mbyll syt bën kalimin nga një qytetar i dorës dytë në këtë Europë në një qytetar i barabartë me një herë. Që nga aeroporti, porti këtu, atje ku shkon atje, që nuk do na fusi më njeri në radhë, o dil qajeti, shqiptar po dil te. Hik futu atje ka i koridori tjetër dhe rin radhë. Ndërkohë që gjithë të tjerët që janë me ne në avione, në traget, avullojnë me herë se ka një koridor tjetër, nxjerrin atë pasaportën e tregojnë kështu dhe asja hap një i fare, kalojnë. Sepse ata janë në një familje. Dhe kufit mes tyre janë si kufi mes Tiranës dhe Durrësit. Ka një kufi mes Tiranës dhe Durrësit? Patjetër që ka. E shohim ne kur shkojmë në Tiranë nga Durrësi apo kur vim Durrës nga Tirana, nuk e shohim fare.
Ndërkohë që për ne është njësoj si të kishte një korridor atje që të futeshin disa njerëz i thoshe futu atje. E fillon historia, ku po shkon, kush të ka ftuar, sa lekë me vete, kur do ikësh. Pa hy akoma. Se ne vërtet lëvizim pa viza, ne kemi drejt lëvizim, po s'kemi drejt ndalojmë. Ne duhet jemi perpetuum mobile, se në qoftë se ne ndalojmë, duhet kemi leje qëndrimi. Lejen e qëndrimit s'ta jep njeri, atëherë duhet të shkosh të kërkosh azil, ose të mqifesh të jetosh si ilegal, ose më keq akoma duke qenë një njeri që ke bërë nuk ku vi zihesh edhe me kriminela e futesh në për rrjetet e krimit të organizuar për të mbijetuar e kështu me radhë. Ndërkohë që me pasaportën e BE-s kalon, futesh, ndalon ku të duash. Kërkon punë në çdo lokal pa kërku fare leje qëndrimi, sepse ke pasaportën. Je me të njëjtat të drejta si francezët në Francë, si spanjollët në Spanjë, si grekët në Greqi, njësoj. Dhe nuk e nevojë të kesh pasaportën e tyre, sepse çdo pasaport përveç Republikës përkatëse ka sipër Bashkimin Evropian, që është e përbashkëta. Larg qoftë ke nevojë për një mjek, po t'jesh me pasaportën tonë sot, si shkon ke mjeku? Në çfarë forme shkon atje ke mjeku? Ndërkohë që me pasaportën e BE-s shkon ke mjeku dhe trajtohesh dhe rimbursohesh njësoj siç e ka çdo kush që është në atë vend. Nuk e kuptoj dot për shembull si mundet të jetë ndryshe përveç se një prind sot, një prind që do votoj këtu në Durrës, që nuk ka lidhje me Partinë Socialiste fare dhe që i ka fëmijët 14 vjeç. Ose 12, ose 6, ose 16, nuk ka rëndësi, por që ka fëmijët, do me thënë që kur mbaron mandati joni 4, duhet i çojnë në universitet. Edhe duan t'i çojnë në universitet jashtë shtetit. Po ta marrin atë votën e tyre dhe mos ta hedhin kot në Kënet. Se po bëj dorë nga Këneta, po Këneta që po flasun i merr të keqen Kënetës këtu në Durrës, se me gjithë të punë që po bëj me Anin, po transformohet ditë për ditë dhe s'ka lidhje fare me Kënetën që po flasun, po ta hedhi votën Kënet për tifozllik kot. Ndërkohë që atë vot duhet ta marri edhe ta fusi te kutia e Partisë Socialiste. Për të marrë pasaport për fëmijën që ka 14 vjeç. Që kur të bëhet fëmia 18 vjeç dhe ta çojë në universitet, mos jetë një student i huaj, jo kuota, jo tarifa shumë më e shtrenjtë, po të jetë një student i BE-s që shkon ku doj. Ajo që ndodhi me studentët në Britaninë e Madhe duhet të jetë një mësim për gjithë prindrit këtu që duan të çojnë fëmijët me studime jashtë, që hikën studentët. Filluan të hikin sepse ishin si student BE-s, doli Britania e Madhe nga BE-ja, ju rritën të gjitha tarifat edhe ju bë e pamundur që të rrinin atje. Pra, këto gjëra i duhen fol kështu njerëzve. Do pasaportën? Po. Voto këtu. Jo se ata të tjerët do anullojnë negociatat, po se do humbasim kohë shumë, edhe mund të mbyllet dera, e pastaj as BE s'futemi ne, as pasaport marrin e mos harroni Maqedonia në 2005 i ka është bërë kandidate, sot akoma s'ka filluar negociatat, se ajo derë është e çuditshme. Tani është hap. Është aktuale, thon hajdeni, marroni detyrat dhe hajdeni, se po s'marroj detyrat ata nuk të fusin. Nuk të fusin. Dhe të marrosh detyrat për të futur atje do të thotë që të bësh shtet. Dhe ata janë
ata janë testi. Nuk e përcakton këtu këneta se apo bëjmë në shtet as po bëjmë në shtet. Nuk e përcakton këneta këtu apo luftojmë ne me krimin e me korrupsionin as po luftojmë ne. Përcakton gjithë ky proces dhe ata që janë si skiftera që shohin çdo ditë çdo gjë që bëjmë ne këtu. Çdo ditë që çdo gjë dhe ata vlerësojnë fakte, nuk merren me muhabete, me portale, me kanale, me llafe. Nuk e përcakton dot as këneta politike, as këneta mediatike se si janë prokurimet në Shqipëri. E përcaktojnë ata që thonë që Shqipëria sot është e para në rajon për integritetin e prokurimeve publike, që do thotë që korrupsioni ka marrë një goditje shumë të madhe. Sot, tani, mbasi të mbaroj, unë nuk do të ri dot më në Durrës, megjithëse kam shumë dëshirë që të ri akoma, se ka shumë gjëra për të parë me anin nga punët, do shkoj në Tiranë sepse bëhet prezantimi i një raporti shumë të rëndësishëm të Këshillit të Evropës që lidhet me korrupsionin. Dhe ku Shqipëria përsëri vlerësohet lart për çka ka bërë. Tani kjo histori nuk mund të jetë që hajdut, kishë bën betkot. Dhe ne duhet jemi krenar, jo që nuk duhet të ulim kohë, duhet jemi krenar për faktin që përtej dhimbjes që kemi personale për arsye njerëzore se nuk na vjen mirë që të shohim dikë që deri dje ka qenë mes nesh dhe sot është në duart e drejtësisë, por ama nuk ndodhte kjo kurrë nëse nuk do ta kishim hap ne këtë kapak. Nuk ka pas kurrë një ministër në historinë e Shqipërisë që e ka marrë një prokuror i pavarur dhe i ka thënë hajde këtu se do të pyes. Këtu u vran 4 veta mes bulevardit dhe s'u pyet njeri. S'u pyet dot, po u ndalua, u refuzuan me urdhër nga kryeministri, u refuzua zbatimi i urdhrave të prokurorit. Policia i tha hikë, nuk zbatojmë ne urdhrat tuaj. Domethënë kuptoni ku kemi qenë ne? Kuptoni? Tani sot kjo është bërë normale, që të shkosh, të pytesh, të merresh, të bëhesh e tjerë. Për te i gjithë që mu diskutojmë lajthitje që ka ky proces, se është diçka shumë e re dhe ndryshe nga reformat e tjera, ndryshe nga punët e tjera, që në fund të ditës nuk e bëri mirë punën këtu edhe u prishën 3 gur, dolën jashtë. Ato 3 gurët të kjo punë janë njerëz, janë jetë njerëzish edhe, po kjo është temë tjetër. Po e kemi bërë ne? Si qeka kjo? E kemi bërë ne? Dhe nuk e bën askush tjetër dot. Kur? Ata e thonë cop. Në 12 maj do shkrim spaku. Dhe në mbyllje duhet të them këtë, që BE-ja për ne është edhe një buxhet ekstra. Po ju jap 2 shembuj shumë thjesht. Në gjithë këto vite, mbështetja totale e BE-s për ne ka qenë rreth 1 miliard. 10 vjet. Me futjen në BE, çdo vit është më shumë se 1 miliard për Shqipërinë. Çdo vit më shumë se 1 miliard, buxhet ekstra. Bujqësia. Në gjithë këto vite, mbështetja e BE-s ka qenë më pak se 200 milion euro totali. Çdo vit është 300 milion euro për bujqësinë. Vetëm me 1 vot atje. Se të tjerat i kemi ne në dorë dhe i bëjmë ne. Por ama ne na duhet ajo mbështetje. Ne na duhet që populli shqiptar të bashkohet dhe të thotë një zëri, ne du BE-n, pastaj PS-ja, këneta, drejtje shejtani, është për, si që thonë dursakët, për un'altra volta. Kjo ishte arsyeja pse unë ndesha t'i bëj këto takime, sepse do t'i lutesha shumë që në të gjitha komunikimet këtë temë mos ta lëshoni asnjëherë. Mos ta lëshoni asnjëherë. Edhe të gjithë do ta dinë që BE-ja është një familje, si çdo familje ku ka të mëdhej, ka të vegjël, dhe aty ka i rregull. Më të mëdhejt dhe më të zhvilluarit, Franca, Gjermania, Hollanda e tjerë, janë kontribus. Ata
i japin më shumë se sa marrin nga pikpamja financiare. Kanë përfitime të tjera, sepse BE-ja vetë është një përfitim shumë i madh me tregun e lirë etj. Por ama nga pikpamja financiare ata i japin më shumë se marrin. Ndërkohë që të tjerët, ku hym dhe ne, janë përfitues, që marrin më shumë se japin. Njësoj si një familje që të mëdhenjt punojnë më shumë, që të rriten më të vejlit. Dhe prandaj ne na vjen një buxhet ekstra. Ju kujtohet Covidi? Ju kujtohet se ç'na bënin ata që kishin familjar në Greqi? Shife se Greku po i jep këtë, e Greku po i jep atë, e shiko se Greku i dha dhe këtë. Greku s'jepte asgjë, i jepte BE-ja. Para ekstra më herë që shpërndau BE-ja kur ra Covidi për të ndihmuar qeveritë që të ndihmojnë popujt e tyre sepse është një familje. Edhe na thoshin ne, pse si bëni ju, po ku t'i gjenim ne buxhetin ekstra? Ai është buxhet ekstra i BE-s. Dhe është buxhet ekstra për të gjitha gjërat. Pra, ky është 11 maj. Të gjitha të tjerat, çfarë do bëjmë për Durrësin, çfarë do bëjmë për Krujën, dhe me që ra fjala për shembull, është shumë e rëndësishme që ne në mandatin e katërt do bëjmë rrugën që Tur Bushi e kërkon që kur ka qenë i vogël, Tiranë-Krujë. Kur ka qenë i vogël. Si ishte rruga Tiranë-Krujë, iku në Itali. Kur erdhi këtu e kam taku ke shkallët e të kujtohet ty, se këtu e taku ke shkallët e Aleksandër Mojsiut. Atëherë e ma ka prezentu i pavdekshmi paraardhësi i Anit në bashki, edhe i them që mund të fitoj Thumanën. E shofun këtë, i them, po ti ç'ne rrugën tha, Tiranë-Krujë. Po më the sot do bësh rrugën Tiranë-Krujë, dhe unë do futem në Thumanë. Çfarë ti thosh unë? Po do bëti ti thash, po për momentin ne s'kemi dhe si e bëjmë, thash se jemi në opozitë. Nuk ka problem, tha, ti do vish pushtet, do bësh rrugën Tiranë-Krujë. Do bëjmë në rrugën Tiranë-Krujë tash se erdhi radha. Edhe të tjera, por çështja është që përtej gjitha këtyre është ajo që thash. Nëse ne futemi në BE, edhe mundësitë për të bërë shumë më tepër këtu, edhe për infrastrukturën, edhe për arsimin, edhe për shëndetësinë, për çdo gjë tjetër, rriten në mënyrë eksponenciale. Tani si mund të diskutohet më kjo gjë këtu tash? Si mund të diskutohet kjo? Kjo s'mund të diskutohet, mendoj unë, dhe prandaj duhet punuar shumë fort me të gjithë ata që janë të lëkundur, me të gjithë ata që janë akoma në efektin e zhurmës Knedës, që doni të rrini të dëgjoni muzikën e Knedës, dëgjoni, po ndat 11 mos e hudhni kodat e votë shkret. Këto kisha unë. Edhe ju falenderoj shumë gjithë dhe falenderoj dhe Loerin që na ka begenis me ardhjen e vetë në këtë parti që s'kalon dhaf pa thonë sa herë ka pas mundësi, na ka sha shumë. Lejmë qapak. Pak unë quj ato të shamet e Kënetës, se është e njëta muzikë, kurse të shamet e tipave si puna këti janë shumë se janë të hithta. Edhe Skënderin e falenderoj që u bashku me ne, edhe do jetë një aset dhe një vlerë e madhe, sepse realisht është një nga sipërmarrësit shëmbullor, edhe të vinin po e po, që përfaqëson një sektor në transformim, edhe që ne e kemi domosdoshme që të jemi vazhdimisht të informuar për zhvillimet dhe për problematikat dhe t'i dim nga brenda, dhe patjetër dhe të gjithë, dhe du ta mbyll me Jonën që unë kur e pash tash ku e ka gjetë Ani këtë kalamo, edhe kur befasisht mora vesh që Jona është me kalamo, kështu që ti qofsh gjithmonë kështu, se sot mund të vi keq që unë them dukesh si kalamo, po të më thush mu, a du të dukem kështu, a du të dukem si kalamo, unë me herë them si kalamo.
Shumë faleminderit.